Kreu I opozitës Sali Berisha flet për herë të parë lidhur me kontratën e lobimit me kompaninë amerikane. Ai thotë se ajo është 100% ligjore dhe ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit të opozitës nga ajo që ai e quajn narkodiktatura e Edi Ramës. Kryeministri Rama deklaron se rezoluta e PPS për rrezikun e manipulimit zgjedhjeve tregon që opozita është e vetëdijshme për humbjen dhe strategjia e saj është për të mos njohur rezultatin. Ai thotë se arbitër në zgjedhje është pak. Lihet në Burg Eris Mehmeti I arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, pak ditë më parë në Vlorë, para gjykatës ai mohoi të kishte lidhje me ngjarjen dhe tha se makinën ja kishte dhënë një miku. Të punësuarit me të ardhura mbi 100.000 lekë në muaj do të përfitojnë një zbritje tatimore prej 48.000 lekësh për secilin prej fëmijëve, si pjesë e një udhëzimi të ri të Ministrisë Financave për deklarimin vjetor të ardhurave. As takimi I Albin Kurtit me kreun e PDK-s Memli Krasniqi nuk I dha zgjidhje krizës që ka shkaktuar dështimi I konstituimit kuvendit. Seanca 9 u mbyll pa rezultat teksa vetvendosje tentoi të zhvillojë një votim të fshehtë. Kievi dhe Washingtoni nënshkruan më në fund marrëveshjen për mineralet që parashikon krijimin e një fondi për kërkimin me fitime të barabarta mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara angazhohen dhe për rindërtimin e Ukrainës. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Kreu I opozitës Sali Berisha ka folur për herë të parë për kontratën e lobimit të firmosur me një kompani amerikane. Ai thotë se ajo është 100% ligjore dhe ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit të opozitës nga ajo që ai e cilëson si neodiktatura e Edi Ramës. Në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp jashtë Selis Blu, Sali Berisha sqaroi për herë të parë kontratën $6 milion për lobimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, e nënshkruar mes fondacionit Make Albania Great Again dhe kompanisë amerikane Continental Strategy. Kryedemokrati tha se ky dokument nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet dhe se është I bazuar në ligj. Fare, kjo kontratë nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Kontrata është 100% e bazuar në ligj. Ka një nem 21 I ligjit partive politike që autorizon partitë politike të marrin mbështetje financiare ose ndihma nga forca tjera politike, organizata ndërkombëtare partijake politike dhe fondacione. Sipas Berishës, kontrata me kompaninë amerikane ka vetëm një synim. Për marrëdhëniet midis Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kontrata është midis avokatit të famshëm dhe fondacionit Make Albania Great Again. Lidhur me shumën prej $6 milion, Berisha prerazimohoi të kenë dalë para nga arka e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Është një fondacion që jep para. As mund të flasësh për 6 milion, as mund të flasësh për 100.000 apo 200.000. Kontrata varet sipas kërkesave të palëve, dakordësisë palëve, objektivave të palëve. Por a përmban kontrata lobuese heqjen e non-gratës së Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk jemi ne palë kontraktues. Pranon shërbimin, ka firmosur zotin Oka. Me zotin Krista Sivita, ne jemi palë kontraktuese si PD. Në rastin tjetër, palë kontraktuese është fondacioni. Duke ironizuar deklaratat e kryeministrit, Berisha u shpreh se marrëveshja e lobimit është transparente. Nuk është historia e me Gonigalit këtu, që I hipen parat në garazh. Nuk është historia e Bilalit. Baj groja Bilalit ky që të futej në darkë me Obamën, masi aty pëlqej që çiftet duhet të ishin burra. Kjo është e afishuar në entin federativ amerikan. Kontrata e lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara ka një kohë zgjatje prej 24 muajsh dhe në të parashikohet që fatura të paguhet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan. Ajo mund të ndërpritet pas 3 muajve të parë, nëse kërkohet nga ana e Partisë Demokratike. Rezolutën për Shqipërinë të votuanin ditë më parë në Kongresin e Partive Popullore Europiane në Spanjë, kryeministri Rama e quan edhe borinë e parë
të humbjes opozitës. Ai thotë se ajo ishte mbushur me broçkulla dhe shton se në zgjedhjet e 11 majit arbitër do të jetë SPAK. Rezolutën e partive popullore europiane e kërkuar nga Partia Demokratike Shqiptare lidhur me rrezikun e manipulimit të zgjedhjeve dhe minimin e demokracisë në vendin tonë. Edi Rama e komenton si sinjalin e parë se Selia Blu, e vetëdijshme për humbjen e 11 majit, do të ndjek të njëjtën strategji për mosnjohje të rezultatit zgjedhor. Buria e parë e humbjes që ra dje një mal me broçkulla, dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje. Rama u jep përgjigje një nga një të gjitha akuzave të bëra në atë dokument të miratuar në Valencia. Votat që po merren në këmbim të kanabis, se kjo është kulminante. Sa i përket punësimeve elektorale, theksoj se përpara fillimit fushatës, qeveria ka ndaluar të gjitha llojet e punësimeve. Në komunikimin virtual të kësaj të enjte, vlerëson faktin se në këto zgjedhje ka një arbitër që ka zbritur në fushën e garës së 11 majit, taskforcën e SPAK-ut, që për të ka treguar se është një strukturë mbi palët. Tani më të paktën kemi një institucion që është mbi palët, le t'i shoh dhe le t'i verifikoj se ku janë votat që po merren në këmbim të kanabis. Në takimin elektoral në Dymal prezantoi të gjithë punët e bëra në 12 vjet në çdo sektor dhe parashtroi të gjitha objektivat e mandatit të katërt. E objektivi madhor i socialistëve në këtë fushat është deklaruar antarësimi në BE, që Edi Rama ka përsëritur në këto 20 ditë që e bën vetëm ai dhe jo PD, apo partitë e reja që sipas tij janë modeli i njëjtë me ish LSI-n. Tani në vend që të themi shqyr shpëtuam nga këta pegmarsit e vegjël, tani të tjerë thonë do shkojmë zgjedhje parakoshme. E kishim një ndjes pas LSI që na ungatruan për këmbë dhe u kthye në nyje, në fyt. Për shqiptarët. Takimin përmbyllës e pati në qytetin e Beratit, ku Rama vuri theksin të rëndësia e fitores më 11 maj nga forca e tij politike, duke shtuar se opozita do të përjetojë sërish humbjen. Ata përsëri do duhet të përjetojnë shihen e hidhur të humbjes së shumë merituar, ndërsa populli shqiptar në shumë zdërmuese do të vazhdojë të mbështesë veten duke mbështetur Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste nuk ka rënë nga qielli. Partia Socialiste nuk është një parti ëngjësh, është një parti shqiptarësh dhe shqiptaresh që mund mos jetë më e mira, po më të mirë se Socialiste nuk ka. Më herët në Kuçova i deklaroi se Partisë Socialiste nuk i duhet një fitore aritmetike, por një fitore e madhe popullore dhe politike, duke kërkuar angazhimin e të gjithë socialistëve për realizimin e këtij objektivi. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se rezoluta e PPE-s ishte një denoncim ndaj Ramës si armik i votës së lirë të shqiptarëve. Berisha akuzoi drejtorin e përgjithshëm të policisë si bashkëpunëtor me bandat, ndërsa paralajmëroi se do të shpall grupe terroriste ata që prekin votën, pas ardhjes natyrisht në pushtet. I bindur në fitoren e 11 majit, Sali Berisha ripërsëriti nga Librazhdi dhe Belshi, ku vijoi fushatën elektorale, se rezoluta e PPE-s ishte mesazh i qartë për kryeministrin dhe çdo që do tentoj të prek votën e shqiptarëve në zgjedhje. Denoncuan Edi Ramën, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve. Krahas Edi Ramës në shënjestër të akuzave vuri edhe Tauland Ballën. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferi dhe Tao e qepi gojnë si i paqen. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. Sytë e Europës tasë janë përqendruar në këto zgjedhje më shumë se asnjëherë më parë. Ndaj një mesazh adresoi edhe për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit dhe uniformat blu. Paralajmëroj prodën e Matrixit, një farë komisar në Prenjas, Klodian Dani dhe disa ushtar të tjerë të tij, se për çdo vot do keni një vitbur, do të psoni atë që s'ja u pret mendja. Me të njëjtën gjuhë u drejtua edhe punonjësve të administratës. Mos u bëni terrorist patronazhist, sepse u garantoj që patronazhistët do të ndiqen si terrorist elektoral gjithë jetën e tyre. Një paralajmërim bëri edhe ndaj bandave kriminale. Banditët të cilët guxojnë t'u bëjë ju shqetësimin më të vogël, do të shpallen terroristë dhe grupe terroriste
me datën 12 maj. Edi Ramës që i kujton kontratën $6 milion të lobimit. Sali Berisha ju kundër përgjigj me dosjen me Gonigal. Sikullë nuk ndahet tymi nga Bloza, nuk ndahet Rama nga McGonigal. Dhe ajo është vetëm fillimi. I zinxhiri proceseve në IT nuk kanë fund. Në orët e mbrëmjes gjatë një takimi që pati me degët 1, 3 dhe 14 në Tiranë, Berisha kërkoi votën e shqiptarëve për të kthyer në realitet programin elektoral të Partisë Demokratike, që tha se synon nxjerrjen e vendit nga varfëria dhe rimëkëmbjen e ekonomisë. Drejtuesi i fushatës së opozitës Krisla Sivitau ka kërkuar kandidatëve për deputet që të shtojnë mobilizimin në këto 10 ditë të fundit. Ai kërkoi që të shtohen takimet me qytetarët e pavendosur, ndërsa nuk i ka kursyer akuzat për kryeministrin Edi Rama. Ndonë se ju fizikisht në Tiranë, komunikimet e Krisla Sivitas me kandidatët e Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore vijojnë online kur në ndajnë 10 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve. Porosia e drejtuesit të fushatës së demokratëve është mobilizim në çdo cep të vendit. Është jetike që në çdo zonë votimi, në çdo lagje të kemi lista të njerëzve që e dim se na mbështesin dhe duhet të sigurohemi që ata të dalin dhe të votojnë. Kontakti der më der, person më person, është mënyra më efektive për të bindur dikë të votojë për ju. Mos ndaloni së punuari deri në momentin kur mbyllen qendrat e votimit. Duhet të përfitoni nga çdo orë mbetur. Aktor kyç për rezultatin thotë se është vota e qytetarëve të pavendosur. Votuesit e pavendosur janë ata që në këtë moment do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Është thelbësore t'u flasim atyre dhe t'u shpjegojmë se si ekonomia dhe dështimi i Edi Ramës gjatë 12 viteve të fundit i kanë ndikuar. Shpjegojani atyre, tregojani atyre, këta votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme. Ekonomia dhe nevoja urgjente për një ndryshim pas 12 vite qeverisje të Edi Ramës, thotë se janë i vetmi fokus në këtë betejë. Është shumë e rëndësishme që në këto ditë të fundit të fushatës t'i tregojmë qytetarëve se kush është përgjegjës për gjendjen e mjerueshme ekonomike dhe mungesën e mundësive në Shqipëri është vetëm një person, Edi Rama. Po aq e rëndësishme është të flasim me qytetarët tanë jo vetëm për atë që e ka sjellë këtë rëmuj, por edhe për atë që është më i përgatitur për të zgjidhur. Dhe ky është doktor Berisha, janë kandidatët tanë për kuvendin e Shqipërisë kudo në vend. Fitoria për të është matematik ndaj dhe kandidatëve të opozitës. U tregon se duhet të ecin në shembullin e presidentit Trump. Kur presidenti Trump u qellua në korrik, ai e bëri të qartë se çfarë donte nga amerikanët, të luftonin, të luftonin, të luftonin. Dhe sinqerisht, kjo është pikërisht ajo që shqiptarët duhet të bëjnë. Ju duhet të luftoni, duhet të tregoheni, të merrni pjesë në zgjedhje dhe nëse e bëni këtë, do të fitoni. Do të qëndrojë në qeli personi dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj pak ditë më parë në Vlorë. Gjykata e Vlorës ka lënë në burg Eris Mehmetin të arrestuar nga policia e Vlorës pas dyshimeve se ka luajtur rolin e bashkëpunëtorit në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj më 27 prill në lagjen Hajro Çakëri. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Mehmeti ka mohuar kategorikisht përfshirjen në ngjarjen e rëndë. I riu dyshohet se i ka vënë në dispozicion makinën e tij vrasësit të 58 vjeçarit, ende të paidentifikuar nga policia. Por edhe për këtë dyshim, Eris Mehmeti ka deklaruar se automjeti i tij është i ngjashëm me atë që ka lëvizur vrasësi. Ndërkohë, për makinën e tij ka pohuar se ja ka lënë në përdorim një miku, i cili ja kishte kërkuar për ta përdorur, por pa e ditur se për çfarë konkretisht. Ky automjet ende nuk është gjetur nga grupi hetimor. 58 vjeçari u qellua me 3 plumba sapo doli nga banesa e tij mëngjesin e së dielës së shkuar. Deri në këtë fazë të hetimit, policia ende nuk ka sqaruar motivet e ngjarjes, ndonse nga verifikimet nuk përjashtohet mundësia që viktima, i cili më herët ka përdorur dhe emrin Alfred, të ketë patur lidhje me një grup kriminal. 2 shpërthime me eksploziv u shënuan gjatë natës kaluar, njëra në Elbasan dhe tjetra në Tiranë. 2 shpërthime me tritol ndodhën brenda pak orësh natën e kaluar në Elbasan dhe Tiranë. Në Elbasan, shpërthimi u regjistrua pak pas mesnatës në katin e parë të një banese në lagjen Partizani. Lënda plasëse u vendos në një moment kur në banesë nuk kishte njerëj. Autori i kësaj ngjarje, sipas policisë, është pronari i banesës ku ndodhi ngjarja. Nga hetimet ka rezultuar se ai ka inskenuar sulmin me tritol me qëllim përfitimin e azilit në një vend të Bashkimit Evropian. Për të vënë në jetë këtë plan, pronari i banesës u ndihmua nga nipi i tij, të dy të arrestuar tashmë.
Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale. Banorët tregojnë momentet pas ngjarjes. Si mos them shaqire se shpërthim bombë shumë e fuqishme. Rreth 4 orë pas shpërthimit në Elbasan, një tjetër sulm me tritol ndodhi në rrugën Pjetër Buti në kryeqytet. Shënjestër ishte automjeti një mjekeje. Lënda plasëse ishte vendosur në gomën e parë të automjetit, që ishte parkuar në afërsi të një parkingu, që i përket një spitali privat. Ndonse e dëmtuara ka mohuar të ketë konflikte me njeri, policia po kryen disa verifikime me qëllim zbulimin e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Duke filluar nga viti 2026, familjet me fëmijë nën 18 vjeç do të përfitojnë një zbritje tatimore prej 48.000 lekësh. Familjet me fëmijë nën 18 vjeç do të përfitojnë një zbritje prej 48.000 lekësh në vit për çdo fëmijë në deklarimin e të ardhurave. Ekspertët e ekonomisë e shohin këtë si një hap pozitiv, por theksojnë se mbetet një masë e kufizuar e cila do duhej të ishte më gjithëpërfshirëse. Po flasim për të ardhurar mbi 1.200.000 në vit. Pjesa tjetër që kanë të ardhurar më të pakta nuk ju jepet një kompensim për sa i përket fëmijëve që kanë në moshën 18 vjeç. Dhe nuk më duket që është një diçka e barabartë. Në qoftë se një punësuar nuk i ka këto të ardhurar për gjithë vitin, atëherë kjo do përpjestohet në bazë të muajve që kanë qenë në punë dhe që kanë marrë këto të ardhurar. Ky ndryshim është pjesë e udhëzimit të ri të Ministrisë së Financave dhe synon të lehtësojë barrën fiskale për familjet shqiptare përmes vetdeklarimit. I kënaqem pjesës që filloi të kemi kompensim për diçka dhe kjo është në vlerë shumë të mirë. Në moment që një kompensim është në këtë vlerë, nuk besoj se ka një vlerë të konsiderueshme në buxhetin e shtetit. Zbritja llogaritet për çdo fëmijë veçmas dhe aplikohet në fund të vitit fiskal përmes formularit të deklarimit vjetor të ardhurave personale. Durrësi ka qelur sezonin turistik, ndërkohë që tur operatorët thonë se këtë verë presin më shumë vizitorë se një vit më parë. Muaji maj shënon nisjen e sezonit turistik në Durrës, duke sjellë me vete jo vetëm ditët me diell, por edhe vizitorët e huaj. Atmosfera pranverore bashkë me përgatitjet e bizneseve lokale dhe operatorëve turistik e kanë kthyer tashmë qytetin në një prej destinacioneve më të kërkuara në bregun shqiptar. Këtë vit sezoni ka filluar më herët, pasi grupet e para janë turistë nga Austria, të cilët kanë preferuar të kalojnë pushimet e tyre në pranverë. Kemi lëvizje të turistëve nga gjithë bota. Në periudhën mars-prill ka pas shumë frekuentim nga britanik, gjerman dhe francez. Turistët thonë se Durrësin e zgjedhin jo vetëm për pushimet buzdetit, por edhe për pasuritë historike dhe trashëgimin kulturore që ofron. Jam nga Finlanda dhe vi për herë të parë në vendin tuaj. Unë jap mësim në universitet në Finland për zhvillimin e turizmit dhe është mbreslënëse të shoh se si po zhvillohet turizmi këtu. Ne jemi nga Islanda dhe vim për herë të parë në Shqipëri. Do të shkojmë për të parë amfiteatrin, xhamin Fatih dhe plazhin. Kemi ardhur të kalojmë disa ditë pushime. Durrësi po përgatitet të presë një numër edhe më të madh vizitorësh se sa vjet. Duhet jemi në një shërbim me standarde dhe cilësi që këta turistë që vinë të kënaqen dhe të ikin me mbresat mira nga Shqipëria. Parashikohet që çmimet do jenë o të njëjta ose do ketë një rritje, po themi nga 5 deri në 10%. Investimet në infrastrukturë dhe promovimi i vlerave kulturore po e pozicionojnë Durrësin si një destinacion të vizitueshëm jo vetëm në verë, por gjatë gjithë vitit. Jo të gjithë shqiptarët e kaluan një maj si një ditë feste apo si një ditë pushimi. Ndjek. Gratë e fasonerive nuk janë makina, duan dinjitet, pushim dhe pak të drejtë. Kjo është vetëm një nga kërkesat e një grupi të vogël punonësish që na kujton se 1 maj është dita ndërkombëtare e punëtorëve dhe kur i sillet në vëmendje angazhimi i lëvizjeve sindikale për të drejtat e tyre. Konkretisht çfarë kërkoni? Ditët e festave të paguara, pushim. Thot i punës është kthyer në paçaure të vërtet. Punojësit po punojnë mbi 8 orë në punë dhe mbi 20 orë në javë. Mbështetje e punëtorëve. Çfarë kërkojnë këto sindikata? Vetëm të drejtat e njerëzish. Si do hyjmë në Europë, duke plotësuar të drejtat e njerëzve. Ky manifestim për ditën ndërkombëtare të punëtorëve u zhvillua nën moton paga shqiptare çmime europiane. Sot kesh një pagë minimale në vend, nuk ja del dot paguash as qeran, as ujin, as dritat. Rritje të çmimit të pensioneve.
Në shumë vende, 1 maj shoqërohet me protesta dhe marshime për të drejtat e punëtorëve, ndërsa në vendin tonë shumica e qytetarëve e trajtojnë si ditë feste dhe pushimi. Ne nuk i shohim fare. As takimi i Albin Kurtit me kreun e PTK-s Memli Krasniqi nuk i dha zgjidhje ngërçit për konstituimin e kuvendit në Kosovë. Qysh në orët e hershme të mëngjesit, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti takoi kreun e PDK-s Memli Krasniqi për të biseduar se si të tejkalohet blokada për konstituimin e kuvendit, ndërsa kreu i LDK-s kishte refuzuar të marrë pjesë në takim. Palët nuk u lëkundën nga qëndrimet e tyre. S'na takon neve me asgjell kryetarën e kuvendit, partisë që ka dalë parë. Menjëherë pas takimit nisi edhe seanca ku ndryshe nga herët e tjera, kryesuesi propozoi votim të fshehtë. Konsideroj që forma e duhur që mund të hap rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë. Kjo u kundërshtua nga PDK, LDK, Lista Serbe dhe AAK. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit në ndryshu formën e votimit. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores. Nga 110 deputet prezent, vetëm 56 deputet votuan, 55 për dhe 1 kundër. Seanca u ndërprej për të vazhduar pas 48 orësh. Kievi dhe Washingtoni më në fund nënshkruan në marrëveshjen për mineralet, ndërkohë Shtetet e Bashkuara angazhohen për rindërtimin e Ukrainës. Nënshkruhet në Washington marrëveshja për mineralet mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Marrëveshja u nënshkrua nga sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent dhe kryeministra e Ukrainës Yulia Sviridenko. Dokumenti parashikon krijimin e një fondi të përbashkët të investimeve për rindërtimin në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë në kërkimin dhe nxjerrjen e mineraleve të rrallë të nevojshëm për industrinë e teknologjisë së lartë si titani, zirkoni, grafiti apo litiumi, që në toka e këtij vendi mendohet se i kanë sasi të mëdha dhe është një prej vendeve më të pasur në Europë. Marrëveshja parashikon po ashtu që minierat të jenë pronë Ukrainës por përfitimet të ndahen në mënyrë të barabartë. Washingtoni pranoi se Kievi nuk i ka asnjë borxh nga mbështetja deri tanishme financiare për luftën kundër Rusisë, ndërsa në vijim mund të rinisë furnizimin e këtij vendi me armë. Zëvendës kryeministri e Ukrainës shkroi në rrjetin X se përmes këtij fondi Washingtoni do të tërheqë investimet huaja në Ukrainë edhe në sektor të tjerë si ai i naftës, gazit apo teknologjisë, ndërsa sekretari amerikan i Thesarit tha se personat që kanë mbështetur makinerinë ruse të luftës përjashtohen nga përfitimet e rindërtimit të Ukrainës. Siç duket, edhe në këtë hartë, një pjesë e mirë e zonave të pasura me minerale ndodhen në zonat e pushtuara nga rusët në juglindje, fati i të cilave është i paqartë. Presidenti amerikan Donald Trump me anë të një postimi në rrjetet sociale njoftoi se Mike Waltz nuk do të jetë më këshilltar për sigurinë kombëtare, por do ta propozojë atë si ambasador të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Ky është karkimi i parë 100 ditë e para të qeverisjes Trump e që vjen pas shpërthimit të skandalit të Chatgate në mars. Waltz përfshiu në një grup bisede të zyrtarëve amerikanë në rrjetin Signal, një gazetar të The Atlantic Magazine, në të cilën u ndan planet për sulmet ushtarake kundër grupit Houthi në Yemen. Presidenti amerikan ka bërë të ditur se postin e këshilltarit të sigurisë do ta mbajë përkohësisht sekretari amerikan i shtetit Mark Rubio. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.